Me një video të shkurtër regjistrimet në ditarin e bankës pagesa, nga faqja kryesore klikojmë vazhdo për të kaluar te faqja e linjave në krahun e majt ndodhet pikërisht banka, ditari i bankës pagesa, edhe kjo përbëhet nga disa kolona dhe rresha që shtohen në varësi të dokumenteve që disponohen. Në kolonën e parë kemi furnitorët së kreditorët, të cilët paraprakisht hidhen sa herë që kemi shtim të furnitorëve, pra mbartje nga viti i kaluar dhe shtim gjatë vitit ushtrimor tek tabela analitike furnitorë dhe kreditorë shtohen dhe në mënyrë automatike pasqyrohen në ditarin e bankës pagesa, ditarin e arkës pagesa dhe ditarin e blerjeve. Tek kolona e dytë kemi datës, që shënohet vetëm numri i datës. Pastaj tek kolona muaj zgjidhet një nga muajt e vitit, të cilët i përket dokumenti. Përshkrimi është sigurisht i domosdoshëm. Tek bankat ju keni mundësi, varësi me dokumentet të cilës bankë regjistroni, të zgjedhni edhe bankën përkatëse në mënyrë që në pasqyrë analitike të lëvizjes monedha për çdo lloj banke në ark edhe në bank, aty pasqyrohen pra dhënat e grupuara sipas bankave dhe sipas monedhave. Tek kolona kursi i fillimit dhe kursi i në kursin fillim dhe kursin fund, sigurisht është kursi i fillim shënohet kursi i valutës në një moment të caktuar kur është nënshkruar një kontratë ose momenti kur parat pra disponohen kanë hyrë në bankë. Ndërsa tek kursi i fund bëhet fjalë për kursin që i përket datës që kryhet veprimi. Tek valutat zgjidhet një nga valutat që përmban dokumenti, shënohet dhe vlera e valutës dhe automatikisht llogaritet vlera e këmbimit, pra kur bëhet fjalë për lek, kursi i fillimit dhe kursi i fundit do të jetë 1 dhe valutat tjera të jenë sipas tregut. Dhe të gjitha kolonat e tjera, banka, kredi, të ardhur nga këmbimi, humbi nga këmbimi dhe vlera në debi, llogariten në mënyrë automatike tek vlera në kredi, ju do të zgjidhni detyrimisht një nga llogaritë që preken pra në kredi. Faleminderit.